Do të mbetemi në Shqipëri me një informacion nga gjyqësori, ku një pjesë e trupës së gjyqtarëve vendosën sot pasdite të mandatojnë kryetaren e gjykatës së lartë, zonjën Shpresa Beçaj, që të rast konferencën gjyqësore kombëtare për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ndonse në takim ishin më pak se gjysma e gjyqtarëve shqiptar dhe një pjesë mendon se ajo nuk mund të mblidhet për sa kohë mungon një ligj i posaçëm për të. Konferenca gjyqësore që prej 2 vitesh nuk funksionon, që kur gjykata kushtetuese e Shqipërisë rrëzoi ligjin e mëparshëm për organizimin e saj. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Armand Mero. Vakumi i krijuar me mungesën e ligjit për konferencën gjyqësore ka krijuar 2 probleme të mëdha. Së pari pamundësinë e trupës së gjyqtarëve për të organizuar dhe trajtuar problemet e tyre. E së dyti, duke penguar rinovimin e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 4 prej të cilëve aktualisht duhen zëvendësuar. Pas rrëzimit të ligjit të parë nga gjykata kushtetuese në fillim të këtij viti, u hartua një tjetër ligj, por ai nuk u paraqit në parlament. Ndërsa tani ky ligj është e pamundur të miratohet, duke qenë se kërkon dhe votat e opozitës, e cila mungon që prej fillimit të legjislaturës. Në një situatë të tillë, kryetaria e gjykatës së lartë, Shpresa Beçaj, thiri në një mbledhje të gjithë gjyqtarët për të vendosur nëse do të jenë ata vetë që do të rivënë në funksionim konferencën gjyqësore. Unë jam e mendimit se mungesa e një ligji për konferencën gjyqësore kombëtare nuk e ndalon vetë organizimin e mbledhjes së përgjithshme të gjithë gjyqtarëve të Republikës për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Të njëjtën linjë me të mbështeti dhe Unioni i Gjyqtarëve. Nëse gjyqtarët do të vendosin të mbledhen KLD duke miratuar së pari një rregullore apo një statut, ky veprim nuk mundet kurrësi të konsiderohet në ndërhyrjen kompetencat e legjislativit të nderuar gjyqtar. Pasi këto akte të dala nga KGK-ja nuk janë ligje, por janë akte të miratuar nga institucioni krijuar me ligj, brenda kompetencave të dhëna po me ligj, madje në ligjin më të lartë të një shteti të drejtës, kushtetutën e tij. Ndërkohë që një mendim të kundërt ka shoqata e gjyqtarëve, sipas të cilëve konferenca duhet të mblidhet vetëm pas miratimit të ligjit. Fakti që organet e pushteteve të tjera, siç është Kuvendi, nuk arrin të kryejnë dot funksionet e tyre kushtetuese për momentin. Pra atë të miratimit të ligjeve, kjo nuk mund të jetë çështje që mund t'i ofrohet për zgjidhje pushtetit gjyqësor. Pushteti gjyqësor sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi është një pushtet i cili nuk ka pushtetin për të miratuar ligj, por vetëm për të zbatuar dhe interpretuar ato përgjatë zgjidhjes së çështjeve që i paraqiten. Situata e kundërt do të ishte një lloj sikur një ditë Kuvendi i Shqipërisë të mblidhej dhe të vendoste që meqense për shembull gjykata e Tiranës nuk arrin do të zgjidhë në afate të shkurtra çështjet e saj për shkak të ngarkesës, disa prej tyre të kalojnë për zgjidhje në Kuvend apo në Këshill të Ministrave. Me gjithë mendimet e kundërta, pasdite ndërsa mbledhja u spostuar në gjykatën e lartë është vendosur nga 119 gjyqtarë sipas një deklarate zyrtare të shpërndarë për shtypin, që kryetaria e kësaj gjykate, Beçaj, të thras konferencën gjyqësore për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por duke hapur një tjetër problem atë se sa i vlefshëm është ky mandat kur ai është dhënë nga më pak se gjysma e trupës së gjyqtarëve shqiptar. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.